Ajo ditë në shtëpinë e Big Brother nisi si çdo ditë tjetër, por askush nuk e priste që në mbrëmje Bia do të bënte një nga deklaratat më të forta që kishte ndodhur prej hyrjes së saj. Pas shumë flirtimesh, provokimesh, luhatjesh dhe humorit të saj të çmendur, Bia më në fund u pa e qetë. E buzëqeshur ndryshe. Dhe kjo vetëm për shkak të një personi të ri që hyri në jetën e saj brenda shtëpisë. Banorët e vunë re menjëherë. Ajo ecte me hapa të lehtë, zëri i saj u butësua dhe sytë i shkëlqenin sikur mezi i prisnin dikë. Dhe kur ai personi u afrua, Bia thjesht u kthye dhe i buzëqeshi me një shikim që nuk ja kishte dhuruar askujt më parë. Dhe ky ishte momenti kur lavdrimi, i cili prej ditësh i rrinte rrotull, ndryshoi ngjyrë. Lavdrimi e pa nga larg, i ngurtësuar, i habitur, i zhgënjur. Ai kishte menduar se Bia thjesht po luante, se gjithë energjia e saj ishte për lojë, se ajo po e testonte. Por momenti kur ajo i dha pak më shumë vëmendje dikujt tjetër. E goditi fort, shtangia e tij u kthye menjëherë në xhelozi. Bia ndërkohë qeshte, bënte batuta, ulej pranë partnerit të ri dhe dukej krejtësisht natyrale në atë afërsi të re. Ishte hera e parë që e shihnin kaq të qetë, pa drama, pa shpërthime të papritura. Lavdrimi nuk duroi më. Ai ju afrua me hapa të shpejt, duke mos e fshehur dot nervozizmin. Kjo është lojë tjetër apo po bëhesh serioze? I tha me ton të ashpër. Bia ngriti vetullat, por nuk u trem, nuk u tërhoq. Përkundrazi, buzëqeshi edhe më shumë. Ndoshta po lodhem me njerëz që mendojnë vetëm se unë po luaj, ja ktheu ajo, e qartë dhe e prerë. Fjalët e saj ranë si bishtra në ajër. Lavdrimi u ndjej i goditur, sytë ju errësuan nga xhelozia. Ai e shikoi gjatë partnerin e ri të Bias, sikur kërkonte një arsye për t'i hyrë debatit. Ti s'ke pse sillesh e kështu, i tha ai, me zëmë të ulët, por njësoj të tensionuar. Bia ngriti supet, kam gjithë të drejtën. Ti pate kohën tënde, lavdrim. Por e humbe. Kaq u desh. Banorët rreth e rrotull nisën ta ndjenin.